Po, sigurisht, pyetja e rrallës lidhet me sigurinë, por edhe me politikën dhe me aftësitë tuaja, që ashtu sikur i përmenda edhe më lart, njohës mjaft i mirë çështjeve të sigurisë, studime që e keni mbaruar të shkollës ushtarake në SHBA, por edhe Universitetin e Mëniut, e gjithë ekspertiza juaj, ju lutem jepni një përgjigje për atë që ndodhi me kërcënimin me presidenten Vjosa Osmani. Është një kërcënim i rëndom, është diçka që duhet pasur kujdes, apo edhe reagimi vetë këshilltarit të presidentes, ju si e pat reagimin e tij drejtuar institucioneve? A duhet ishe komunikuar më përpara me AKI-n dhe institucionet e tjera të sigurisë? Pra, e gjitha në tërësi, ju si e shikoni këtë? Zotri Balla, tashit këtu që po ndodh në Republikën e Kosovës, sjellja e shtresës më të lartë të shoqërisë, të cilët janë politikan, është për keqardhje sjellja e tyre, sepse si ka mundësi që të prononcohet një kategori si që është presidenti pa bashkëbisedim, pa me aspektin e sigurisë. Nuk është e mundshme në fakt sektori i sigurisë është ai i cili vendos se çfarë fjalimi duhet zonja apo zotriu në postin e presidentit të marrë. Do të thotë nuk mundet një president në kokën e vet të vendosë edhe se çfarë fjalimi të marrë para opinionit publik. Është për të ardhur keq, është sikurse ajo paraqitja e zotrit kryeministrit ton në Iberlipens, shkon aty, e shef ngjarjen dhe deklarohet para mediave kesh nga afër e pash unë, ky është akt terrorist, ky është ashtu, nuk jetë ti përgjegjës për atë punë, se nuk e ke atë kapacitet do të thotë profesional. Dhe aty shkojnë ministra në rrethin e aktit terrorist, pinë cigara, gjujnë duçat cigaras afër dhe komplet do të thonë një neglizhencë totale e profesionalizmit. Tani presidentja ka marrë atë drejtim, është drejtë e saj, megjithatë gjasat më mirë është që do të thotë të këshillohet me ekspert të sigurisë para se të ndodhë një gjë e tillë, sepse një gjë e tillë do të thotë është edhe mund të konsiderohet edhe mendësi e aktit terrorist, ajo që njihet në juridik, sepse unë jam ekspert i juridikut, por sigurisht kam njohuri për juridik, sepse ajo është ndërlidhur me sigurinë, i thonë mens reas, edhe nga latinisht që do thotë mendimi kriminal, dhe njerëz mund të dënohen keq për atë gjë. Edhe nëse ne do thotë në çdo akt kërkojmë të krijojmë publikisht, të dalim dhe të thrasim akt terrorist. Do thotë akti terrorist ka qëllim ideologjik, ka qëllim politik, por edhe ata që shpallin aktin terrorist, edhe ata kur e shpallin për qëllim politik, për qëllim ideologjik, apo sigurisht për qëllim politik të interesit shtetëror, jo interesit individual. Dhe kjo është shqetësuese sepse duhet sigurisht stafi i presidentës të jetë edhe stafi i kryeministrit, edhe gjithë institucioneve të jenë koshient, sepse nuk mund të shpallash akte terroriste, nuk do të thotë që jetu zgjedh probleme, po jetu e kompliku situatën, dhe sepse nga jashtë shifet dhe i përgjigjet faktikisht thirrjes Bolton, diplomatit amerikan, i cili ishte në ambasadën e Moskës atëherë shpallën e pavarësisë, i cili ishte kundër shtetit e pavarësisë, duke thënë se po krijon një djep terrorizmi. Dhe këtë ne nuk e duam këtu. Ishte John Bolton ai që kishte thënë, pse duhet ne të dalim pikërisht çka kishte thënë ai shumë vite më herët. Andaj kështu mendojmë, e marr pak me seriozitet zotri Balla këtë çështje, ish duhet mirë edhe reprezentues të politikantë
që t'jenë pak ma koshient dhe pak ma sensitiv me empati ndaj shtetit. Zoti Gaxheri, do ndalem në vijim tek